Kur ky insekt bie mbi ju, kujdes, ja çfarë përpiqet ty t'rregojë universi. Ky insekt quhet praying mantis ose mantisi që lutet. A keni përjetuar ndonjëherë një moment të çuditshëm kur një mantis që lutet ka zbritur mbi ju? A ju ka ndodhur që ky insekt i veçantë të ulet në dorën, shpatullën apo afër jush dhe të ndjeni një ndjesi misterioze? Nëse po, mund të jeni duke marrë një mesazh të rëndësishëm nga universi. Në shumë kultura dhe tradita të lashta, mantisi që lutet nuk është një insekt i zakonshëm. Ai shihet si një krijesë e veçantë me një energji mistike dhe një mesazh të thellë shpirtëror. Qëndrimi i tij i qetë dhe i vëmendshëm në këmbët e përthyera si në lutje ka bërë që njerëzit ta shohin si një simbol i mençurisë, durimit dhe udhëzimit nga fuqi të padukshme. Po çfarë do të thotë kur një mantis që lutet zgjedh të ulet mbi ju? A është një paralajmërim, një shenjë e mirë apo një sinjal që duhet të ndryshoni diçka në jetën tuaj? Në këtë video do të zbulojmë të gjithë domethëniet shpirtërore dhe mesazhet e fshehura që mund të ketë ky takim i rrallë. Qëndroni me ne për të kuptuar se si ky insekt mund të jetë një shenjë nga universi që nuk duhet ta injoroni. Çfarë simbolizon një mantis që lutet? Mantisi që lutet është një simbol i fuqishëm që ka magjepsur njerëzit për shekuj me radhë. Kjo krijesë ka qenë objekt besytnish, legjendash dhe interpretimesh mistike në kultura të ndryshme anë mban botës. 1. Simboli i fokusit dhe i durimit. Në botën natyrore, mantisi është një gjyqtar i shkëlqyer që pret me durim për momentin e duhur për të kapur prenë e tij. Ai nuk nxiton, nuk lëviz pa qëllim, çdo veprim është i menduar dhe është i përqendruar. Ky është një mesazh i qartë për ne. Nëse një mantis që lutet shfaqet në jetën tuaj, mbase universi do të thotë që ti duhet të ndalosh dhe të reflektosh. Mos veproni me nxitim. Prisni me mençuri dhe vini re gjithçka përpara se të merrni vendime të rëndësishme. 2. Një shenjë ndërlidhjes me spiritualitetin. Në shumë kultura, mantisi që lutet është një simbol i thellë i lidhjes me botën shpirtërore. Kjo krijesë njihet për sjelljet e saj të qeta dhe meditimin e saj të dukshëm. Nëse një mantis që lutet ju viziton, kjo mund të jetë një thirrje për të thelluar anën tuaj shpirtërore. Mbase është koha të meditoni, të riktheheni në lutje ose të kërkoni një kuptim më të thellë në jetën tuaj. 3. Simbol i mençurisë dhe i udhëzimit. Në kulturën kineze dhe në filozofinë taoiste, mantisi që lutet është i lidhur me mençurinë e thellë dhe vetkontrollin. Nëse ai shfaqet në rrugën tuaj, mund të jetë një sinjal që duhet të mbështeteni tek zgjuarësia dhe intuita juaj për të marrë vendime të rëndësishme. Po pse një mantis vendos të ulet mbi ju? Kjo nuk është një rastësi. Besohet se këto insekte nuk afrohen lehtë tek njerëzit, ndaj kur e bëjnë është një shenjë e fuqishme. Ja dhe disa kuptime të mundshme të këtij takimi misterioz. 1. Kujdesuni për shëndetin tuaj. Mantisi që lutet mund të jetë një sinjal nga universi që ju duhet të përqendroni më shumë tek mirëqenia juaj. Ndoshta keni neglizhuar trupin tuaj, keni një ushqyerje të keqe ose keni harruar të pushoni mjaftueshëm. Nëse ky insekt bie mbi ju, merreni si një kujtesë për të ndaluar dhe për të bërë një vlerësim të mënyrës se si po trajtoni trupin dhe mendjen tuaj. Mund të jetë koha për një ndryshim pozitiv në stilin e jetesës. 2. Vëzhgoni përpara se të reagoni. Mantisi që lutet është një simbol i qetësisë dhe durimit. Nëse ai ulet mbi ju, kjo mund të jetë një shenjë që duhet të ndaloni ose të vëzhgoni përpara se të reagoni. Shpeshherë njerëzit kanë tendencën të flasin ose të veprojnë në mënyrë impulsive, pa e analizuar situatën në mënyrë të qartë. Nëse jeni dikush që shpesh reagon me nxitim, mantisi mund të jetë një mesazh për t'ju kujtuar të praktikoni më shumë vetkontroll dhe të mendoni 2 herë përpara se të flisni ose të veproni. 3. Një rikthim i papritur në jetën tuaj.
A ka dikush në jetën tuaj që është larguar prej kohësh, një mik, një i afërm apo dikush që ka patur një vend të rëndësishëm në jetën tuaj? Mantisi që lutet mund të jetë një shenjë që një person i rëndësishëm do të rikthehet papritur. Ky mund të jetë një moment për të riparuar marrëdhëniet, për të falur apo për të hapur dyert që dikur ishin të mbyllura. 4. Një rol udhëheqës. Nëse një mantis ka zbritur mbi ju, kjo mund të jetë një shenjë se së shpejti do të merrni një rol të rëndësishëm udhëheqës. Kjo mund të ndodhë në disa mënyra. Për shembull, një ngritje në detyrë. Mund të merrni një promovim në punë ose të caktoheni në krye të një projekti të rëndësishëm. Kjo do të thotë se të tjerët do të varen nga veprimet tuaja. Ndaj përdorni fuqinë tuaj me mençuri dhe përgjegjësi. Një post udhëheqës në komunitet. Mund të jeni duke u përgatitur për të marrë një rol drejtues në lagjen tuaj ose në një organizatë ku anëtarët e komunitetit kanë nevojë për drejtimin tuaj. Një shërbim në institucionet fetare që ju besoni. Mantis që lutet mund të jetë një sinjal nga qielli që ju duhet të udhëhiqni një grup ose të ndihmoni të tjerët ose duhet të shërbeni për lavdinë e krijuesit tuaj. Nëse keni ndjerë se jeni thirrur për një përgjegjësi më të madhe, ky është momenti juaj për të shkëlqyer dhe për të drejtuar me aftësitë tuaja udhëheqëse në dobi të komunitetit. 5. Liri financiare, zgjidhje problemesh ekonomike. Jeni duke u përballur me vështirësi financiare, po shqetësoheni për faturat, ushqimin apo detyrimet të tjera? Nëse një mantis zbret mbi ju gjatë kësaj periudhe, atëherë mund të jetë një shenjë e qartë që universi po ju thotë të mos shqetësoheni. Lajme të mira për financat. Mund të merrni një mundësi të re pune, një shpërblim të papritur ose një ndihmë që do t'ju ndihmojë të dilni nga vështirësitë. Bekim për nevojat tuaja bazë. Universi po ju siguron se ju nuk do t'ju mungojnë gjërat më të rëndësishme për ju dhe familjen tuaj. Mos u shqetësoni, por veproni. Ky është një mesazh që ju duhet të keni besim, por dhe të jeni zgjuar në menaxhimin e burimeve tuaja. Ndoshta është koha të kërkoni mundësi të reja dhe të bëni zgjedhje të mira financiare. Nëse ndjeni të dëshpëruar, mos harroni. Mantis është simbol i durimit dhe strategjisë. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të gjetur zgjedhjet më të mira për situatën tuaj. 6. Çlirim shpirtëror, një fillim i ri. Mantisi nuk është vetëm një simbol i durimit dhe i qetësisë, por edhe një shenjë e transformimit të brendshëm. Nëse ai ka rënë mbi ju, atëherë mund të jetë një shenjë se së shpejti do të përjetoni një çlirim shpirtëror. Çlirim nga mëkatet dhe gënjeshtra. Mund të jetë koha të hiqni dorë nga gënjeshtrat ose nga një mënyrë jetese që nuk është në përputhje me vlerat tuaja. Largimi nga zakonet e këqija. Mantisi mund të jetë një shenjë që do të shpëtoni nga një varësi ose nga një sjellje që nuk ju bën mirë. Lidhje më e fortë me shpirtëroren. Ky është momenti për të pastruar shpirtin tuaj dhe për t'u ofruar më shumë me anën tuaj shpirtërore, përmes lutjes, meditimit apo reflektimit të thellë. Ky insekt po ju tregon që keni mundësinë të bëheni një person më i mirë, më i lirë nga e kaluara, më i përkushtuar ndaj qëllimeve të larta. 7. Praktikoni më shumë besim. A keni ndjerë ndonjëherë se keni humbur lidhjet me besimin tuaj? Nëse një mantis zbret mbi ju, atëherë kjo është një thirrje e lartë nga qielli për të bërë më shumë për besimin tuaj. Mund të jetë një shenjë pak kënaqësisë hyjnore, ndoshta jeni shmangur nga detyrimet shpirtërore, dhe kjo është një kujtesë që duhet të riktheheni në udhën e duhur. Një ftesë për të shërbyer. Kjo ju fton të jeni më aktiv në komunitetin tuaj fetar përmes ndihmës ndaj të tjerëve, pjesëmarrjes në shërbesa apo përhapjes së mesazhit të besimit. Një mundësi për të gjetur paqe të brendshme. Pjesëmarrja aktive shoqërore mund të jetë ajo që nevojitet për të rigjetur harmoninë dhe qetësinë në jetën tuaj. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë i distancuar nga besimi juaj, merrni këtë si një mundësi për të rikthyer lidhjen tuaj në botën shpirtërore. Përfundimisht, mantisi që lutet, ky lloj insekti mistik, nuk është thjesht një insekt
i zakonshëm. Ai është një mesazh i fuqishëm nga universi që sjell udhëzime të rëndësishme për jetën tuaj. Nëse ai ka zbritur mbi ju, kjo është një shenjë që ju duhet të ndaloni, të reflektoni apo të dëgjoni atë që universi po përpiqet t'ju tregojë. A do të merrni një rol udhëheqës? Bëhuni gati për përgjegjësi të mëdha. Po shqetësoheni për financat, mos keni frikë, ndihma po vjen. Keni nevojë për rilindje shpirtërore? Ky është momenti për të ndryshuar dhe për të çliruar nga e kaluara. A duhet të bëheni më aktiv në besimin tuaj? Ndoshta ky është mesazhi i qartë për t'u rikthyer në rrugën e duhur. A keni pasur ndonjëherë një takim me këtë insekt mistik? Na tregoni përvojën tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni ta ndani këtë mesazh me miqtë tuaj dhe të abononi në kanalin ton për më shumë përmbajtje frymëzuese. Faleminderit që ishit me ne dhe shihemi në videon e radhës.